është model që dëshmon se me investime serioze, planifikim afatgjatë dhe me mbështetje institucionale, bujqësia jonë po merr një drejtim i cili është gjithnjë e më modern dhe më konkurrues. Si vjet në Republikën e Kosovës janë mbjellur gjithsej mbi 75.000 hektar me drithra të bardha, prej të cilave afër 72.000 hektar janë me grur. Bazuar në gjendjen teren dhe kushtet klimatike, presim rendimente mesatare prej 4 deri në 5 ton për hektar, ndërsa procesi i korrjes pritet të përfundojë deri në fund të korrikut ose nëse do të ketë rreshje, mund të shkoj edhe në javën e parë të gushtit në vitet caktuara të Kosovës. Por këtu që ndodhemi me malsorin, morëm vesh se rendimenti mesatar për hektar këtu është rreth 6 ton, që do të thotë se është mbi mesatarën e nivelit të Kosovës. Rezultatet e vitit kaluar na japin besim. Në vitin e kaluar janë korrur mbi 78.000 hektar, është arritur rendimenti mesatar prej 4.8 ton për hektar dhe janë prodhuar afër 380.000 ton dru. Këto rezultate dëshmojnë potencialin e madh të bujqësisë sonë, por edhe punën e palodhur të fermerëve tanë. Është një përshtypje si vjet, është një begri shumë e mirë për ata që kanë rendiment për 4.500 dhe 5.000 dhe 6.000 që janë rendimentin është 5%, kjo është një mundësi shumë e mirë, se ai që të 6.000 kg të duhet të një pagjesë shumë e mirë. Falenderoj Kryeministrin e falenderoj Ministrin për një investitje të jashtëzakonshme që do të rendimentet këtu ku jemi kemi kohë parashirë, ka qenë 6 ton. Dikon 6 ton ka qenë, dikon mundën me konë edhe më shumë, po ende është herë për plasë, se është veç fillimi, por rendimentet janë më të kënaqshme se vitin e kaluar. Se shumë si pas statistikave në teren. Ne na thojnë projekcione që do të kemi dikur rreth 400.000 ton grur këtë vit, që do të jetë për herë të parë që Republika e Kosovës i prek 400.000 ton dhe është dikur rreth 50.000 ton më shumë se sa në vitin 2021. Po ashtu është e rëndësishme të potencohet që këtë vit do të jenë dikur rreth 23.000 fermerë që përfitojnë nga skema e grurit dhe pagesat e tyre për hektar do të sillen midis 460 dhe 600 euro për hektar. Në ndërkohë, në vitin 2021 kemi pas kryeministrëve 6.000 fermerë, edhe i kemi shpenzuar rreth 4 milion euro për grur, kurse tash i kemi 23.000 fermerë e 30 milion euro për grurin. Pra, ka qenë punë e përbashkët e mbështetjes qeveritare, e përpjekjes së bujqëve dhe Kosova përshkon drejt plotësimit të gjitha nevojat e saj. Vetë mjaftueshmëria si vjet do duhet të arrijë dikur rreth 125%, që do thotë gjitha përpjekjet e përbashkëta të qeverisë të fermerëve janë ka dhënë rezultate dhe Kosova sigurisht e ka siguru bukën e vet edhe do përpiqemi.